por mënyra e mbrojtjes votë nuk është me karikatur me automatik. As me guerile, mënyra e mbrojtjes votë është kjo që bëmë. Ne u përpoqem të ndjekim çdo votë sa mundem, si u respektua, si u hodh, si ndodhi. Dhe ne kemi, duhet ta dinë qytetarët, unë gjithë verën atë kam bërë para atyre, po ato që kam paraqitur janë as 1/10 atyre që kemi, se dhe ne kemi tani, ju them ju, mbi 2000 dokumenta. Mbi 2000 dokumenta. Dhe duhem t'ja u paraqesim shqiptarve. Ky thot qepeni. Se jam unë këtu, nuk ju lejoj. Pra, edhe na vjedh votën, edhe nuk na lejon, dhe nuk na lejon të bëjmë transparencën, të bëjmë detyrën tonë. Dhe njëherë, votën e nuk e ata kanë qindra komunikime. Qindra komunikime të vazhdueshme. Qindra mblodhen vetë ata vëzhguesit. Dhe të gjitha këto së bashku në mbrojtje të votës shqiptarëve. Tani ky thotë jo. Ajo është një letër e vdekur, mbylleni. Nuk ju lejoj të paraqisni para shqiptarëve faktet se si ai vodhi votat. Se çfarë bëri ai? Hajdutin e keni kapur, por nuk lejoj fare të merri me të. Një lloj si me Oditin. Oditi thotë jo, nuk do më kontrollosh ti mua. Guxo po deshe. Na thotë dhe ne. Po ne jemi 600.000, përfaqësojmë 600.000. Kështu mënyrë absolute, kur s'mund pajtohemi. Ndaj dhe kjo mbledhje është shumë e rëndësishme për vendimet, natyrisht do mlidhen në forumet tjera të Partisë Demokratike. Kjo, Partia Demokratike ka kryesin, ka këshillin kombëtar, do merren dhe, por që ne të na heq si ati Oditit, të kontrollit shtetit, një nga një të gjitha të drejtat kushtetuese. Ai është një, por ne s'jemi një. Ne jemi 600.000. Na heq të drejtën e interpelancës, na heq të drejtën e debatit, na heq të drejtën e komisionit hetimor. Po pse shkojmë ne aty? Pse shkojmë? Çfarë është kjo pastaj? Shkojmë për të thënë se jemi deputet? Po çfarë vlerë kemi ne? Çfarë vlerë kemi ne? Kur ne nuk arrim, nuk kemi mundësi të përmbushim detyrimet më themelore ndaj zgjedhësve tanë. Duhet të shtrojmë pyetjen, çfarë vlerë kemi ne? Në stoli e një bande që ka instaluar një narkoshtet këtu nuk bëhemi. As mund bëhemi kur. Për të pa e gërësin e ti shifni që bën me Rion Belin s'do e bëj edhe mazi. Unë e kam pa që në gëzua socialistët me te. Po u them socialistëve që nuk është gjallë lubia se çdo jetë linda për ju.
po ato e në punët e tyre, sa interesojnë fare ne. Sepse këtu kodi i të drejtave themelore të njeriut nuk ekziston më. Nuk ekziston. Ndaj dhe një diskutim, ne nisim një proces i cili duhet shënoj fjalen e qytetarëve, zërin e tyre të fuqishëm kundër këtij regjimi. Vetëm zëri, energjia, entuziazmi i tyre është përgjigje e vetme ndaj këtij narkoregjimi. Shikoni, ja u them këtu ju. Ka jo pak njerëz që mërziten pse Berisha thot për narkoregjim, narkoshtet. Kur eksperti më i shquar në më të shquarit të antimafjes në Itali, thot se Shqipëria është më keq se narkoshtet. Dhe ai burtrim, thot më keq, se aty s'bën dot hetim, thot, se ti nxjerrin të gjitha. Ndërsa aksionerët e regjimit zemrohen se pse unë flas, pse ne flasim për narkoshtet. Në një kohë kur janë po mediat perëndimore që dëshmojnë se tashmë degë shqiptare të karteleve të Amerikës Latine janë përcaktues të çmimit kokainës në Europë. Ai që përcakton çmimin, ai ka aksionet më të mëdha. Ai është më kryesor. Jo në prodhim, se Europa nuk prodhon kokainë, por në transport, se kokaina prodhohet në zona tjera të globit. Pra, është moment historik ti dalim zot qytetarëve shqiptar vullnetit tyre të dhunuar. Pasi ka 10 vota dhe mandatet, tani thot sus, nuk u latë fristi. Një lloj si Oditit që i thot s'do më kontrollosh se do vjedh sa të dua. Edhe ne na thot, do vjedh prap, thot, prandaj s'do më kontrolloni. Po absolutisht kurrë më. Faleminderit mediave. Faleminderit media dhe gazetarëve. Vazhdojmë mbledhjen me dyer të mbyllura.